Dhe po e sjellë një hadith, transmetoi Imam Tirmidhiu dhe ai vetë ka thonë është hadith hasanun sahih, i vërtet që çfarë lloj ndërmjetësimi ban tash te Kur'ani. Inja që tha pejgamberi Yajiul Qur'anu yawm al-qiyamah. Vjen Kur'ani tek lexuesi i tij ose për lexuesin e tij në ditën e gjykimit, fa yaqulu ya rabbi hallihi. Edhe tash janis Kur'ani thot o Zot, shpërbleje lexuesin tim. Shpërbleje ato që më ka lexu mu. Kur'ani kështu thot. Fa yulbasu tajul karama. Kur'ani thot për ty dhe për mu, nëse jena lexues të mirë ti Kur'ani dhe hesmi me këtë Kur'an, ai vjen ditë gjykimit thot o Zot shpërbleje. Dhe Allahu e ndëgjon Kur'anin që është fjalë e tij, e ndëgjon dhe ja vën një kurore nderi. Ja vën një kurore nderi këtij. Thumma yaqulu ya rabbi zid hullahu zidhu fa yulbasu hullat al-karama. Mi për Kur'ani nuk ndalet me kaç, po për nder që ti ke lexu këtë libër të Allahut. Kur'ani i thot Allahut, o Allah, shto edhe ma shumë, edhe ma shumë ndërëje këto që më ka lexu, edhe ma shumë shpërbleje. Allahu Azza wa Jall ja vesh një palto që veshet për nder, një palto të veçantë. Të me yaqulu ya rabbi irdi'an. E pastaj nuk nalet me kaç Kur'ani, por i thot o Zot, bëhu i kënaqur me këto plus. E nëse Allahu kënaqet, është shpërblimi më i madh edhe në xhenet krejt. Shpërblimi më i madh është kur Allah kënaqet me ty. E Kur'ani pse po e lexon ti, i thot o Zot, kënaqu ti me robin që më ka lexu mu, fe yurda anhu, Allahu kënaqet, pastaj i thuhet iqra warqa wa tuzadu bi kulli ayatin hasana. Pastaj ta pejgamberi alayhis salam i thuhet lexo dhe ngritu përpjet dhe në çdo ajet që ti e lexon shpërblimet shtohen dhe shkollat në xhenet shtohen aty më shumë. Kjo tregon për vlerën e këtij libri të madh.